Si po e kalojmë të dielën në Angli? Heje njerëz të bukur, si jeni, si po kaloni? Neve na erdhi pranvera që thoni, edhe kemi këtu e një javë që e kemi diell kohën, ndaj edhe sot javlente që të çoheshim të shkonim në një fermë. Këtu jashtë Londrës sidomos, ka shumë ferma në Angli, të cilat mund t'i vizitosh, mund të blesh gjëra të freskëta, vezë, qumësh, takullore, të gjitha ato gjërat që prodhojnë domethënë mund t'i blesh. Mund të ushqesh kafshët, ato që lejohet. Këto citi ishin kecët edhe lejoheshin që ti ushqeje, disa të tjera nuk lejoheshin që ti ushqeje, nejse, edhe që ti ushqesh duhet të blesh ushqimin tek farma, nuk mund të sjellësh diçka tjetër, është çdo gjë e kontrolluar. Edhe fëmijët janë afër kafshëve, mësohen të mos i kenë frikë, se nuk i kanë si që kishim neve një herë në një kohë, që lozim nga mëngjesi deri në darkë, ja dhe kecrit e vegjël, këtu që po hedhin valle. Siç u thashë, mund të blesh diçka, ka edhe lokale brenda që mund të pish një kafe, të hash, të marrësh gjëra me vete, edhe më e rëndësishmja është që fëmijët të kënaqen me kafshët, se nuk i kanë në përditshmërinë e tyre. Dhe mësojnë të mos i kenë frikë mbi të gjitha. Kishte nga të gjitha kafshët si çipatë, siç mund të shikoni, edhe janë so cute, kaq të ëmbla. Të gjitha, fëmijët u kënaqën, jo vetëm fëmijët, por edhe neve të rriturit. Këtu mund të nxjerrin edhe fotografi me fytyrën e tyre. Ishte një çik kështu balt, kishte balt në për ato ku ishin brenda kafshët, po rruga ku ecsim neve ishte perfekte. Ja edhe këtu që kishte akoma edhe këndlojrash që mund të futeshin fëmijët edhe të lozhdin, të kalonin ditën. Më dha dhe lule djali, këtë mama.